dhe mirë se keni ardhur në Okult Podcast. Jemi sot këtu me një gazetare nga Gjermania që na vjen nga diaspora me emrin Mimoza Monkemeyer. Faleminderit, mirë se keni ardhur. Ju faleminderit dhe juve njëkohësisht. Para se të mund të fillojmë, desha të bëj një falënderim special për sponsorat që e bëjnë të mundur emisionin ton, duke nisur nga uji Lejthisa, që është uji më i mirë i trojeve shqiptare. Sidomos në këto ditë të nxehta, ju sugjeroj të provoni nga këto kanaçet me shije të ndryshme, pije energjike që kanë dalë kohët e fundit. Ju sugjeroj shumë të provoni. Faleminderit që na mbështesni. Falenderoj gjithashtu bujtinën Adora, që është një bujtinë butik mes natyrës dhe qetësisë, dhoma prej guri, pishinë panoramike, hapësira wellness dhe kuzhinë tradicionale. Vendodhja është në Dushaj pranë Bariam Currit. Faleminderit që na mbështesni. Gjithashtu desha të falenderoj Bioenergy 77 Spiritual and Energy Healing. Zgjedh produkte që mbështesin mirëqenien tënde natyrale, mund ta gjeni te Kodra e Diellit në Tiranë. Qofse doni të bëni rezervime për seancat me Bioenergy, mund t'i bëni në WhatsApp tek numri 069 333 7749. Këto janë disa nga produktet, qofse doni mund t'i kërkoni dhe t'i shihni çfarë bëjnë. Gjithashtu falenderoj Alpsig, kompania e siguracioneve me mbi 20 vite përvojë në treg, e fokusuar në ofrimin e zgjidhjeve të besueshme për individ dhe biznese. Alpsig ofron siguri të plotë dhe mbrojtje financiare në çdo fazë të jetës. Faleminderit që na mbështesni. Zonja Mimoza, faleminderit që keni ardhur edhe një herë tjetër. Ju jeni një gazetare në Gjermani që punoni në diasporë. Dhe si pyetje të parë desha t'ju bëj se si është gjendja në diasporë. Krijohet një ide këtu brenda që diaspora është parajs dhe puna ose mirëqenia është më e arritshme se ç'mase është. Siç unë e di që nuk është në realitet, le të themi. Mase duhet sqaruar kjo gjë, si e shihni situatën e shqiptarëve në diasporë? Diaspora është në një situatë shumë të vështirë sepse asnjëri nuk largohet nga dheu i tij dhe njëkohësisht për të marrë mërgimin dhe për të punuar atje si robot, edhe për të lënë kockat si thua në emigracion. Duhet për shembull që kjo qeveri të hapi rrugën dhe njëkohësisht t'i drejtohemi si thua edhe organeve më kompetente të Europës, por më shumë ju prisni nga Amerika, por Amerika ne si thua na ka lënë në mes të rrugës ose e ka shitur Shqipërinë. Diaspora është në një vështirësi të madhe, por desha të them këtu që edhe gratë në diasporë kanë një përpjekje shumë të madhe për ta çliruar këtë vend. Dhe integriteti i tyre njëkohësisht për të dhënë një kontribut shumë të madh është përhapur shumë sepse unë banoj në Gjermani, në shumë shtete të Gjermanisë, të cilët dhe Alfred Sako thot në shumë studio televizive që vetëm Gjermania do ta shpëtojë Shqipërinë dhe ju i keni si thua gjithë drejtimin e keni nëpërmjet Amerikës, por Amerika Shqipëria është shitur ke Amerika një 100 herë. Dhe njëkohësisht vetë Ivanka, si thua vajza e presidentit amerikan e thot në studio televizive që në studio televizive që ishulli i Sazanit unë e kam bler kaq 1 miliard. Prandaj ne diaspora jemi sidomos si njerëzit jetim atje dhe njëkohësisht na dhëm shpirti për adheun dhe për të afruar në adheun ton. Qartë. E shef si një situatë më të vështirë se që të paktën anticipohet nga këtu, sepse krijohet një ide që këtu njerëzit e kanë jetën të vështirë dhe krijohet një ide që kushdo që lëviz jashtë, lëviz për një jetë më të mirë dhe e ka në sekondin që arrin atje jashtë dhe mendojnë se është parajs. Unë kam personalisht njerëz që njoh që jetojnë në Gjermani, edhe në shtete të tjera, domethënë dhe nuk është parajs, është më vështirë se ç'duket, është opinioni im. Shqipëria është perlet e natyra, por nuk e vlerësojnë si thua shumë njerëz. Por ne po të kishim para, ne edhe po të kishim një qeveri të rregullt, ne do të jetonim tamam si kont dhe njëkohësisht duhet ta vlerësojmë dhe këtë popull të mrekullueshëm, sidomos dhe rinin shqiptare që po organizon 47 ditë, kupton një organizim shumë i madh dhe kjo edhe nëpërmjet këtij organizimi madhështor duhet që ne të bashkojmë Shqipërinë, sepse nuk duhet ta lëmë këtë kuvend që të thahet ose këtë kuvend ose këtë demonstracion që të shuhet, sepse është jo në fazën më të mirë të shqiptarëve, po është në fazën më të mirë të korruptuarve, nëse shuhet ky demonstracion. Dhe për këtë i vë një merit shumë të madhe dhe populli shqiptar që është ngritur nga gjithë trevat dhe është momenti për të bërë bashkimin e Shqipërisë tani. Pse e them këtë? Sepse tre gjëra është për ta rrëzuar Edi Ramën.
Tani mund ta them këtë sepse ai nuk rrëzohet, sepse ai ka një superfuqi shumë të madhe mbas shpinës së tij, ka Izraelin, ka njëkohësisht Amerikën dhe kështu ne nuk e rrëzojmë dot. Ose për shembull që ta rrëzosh nga pushteti, ai ose me puç, ose për shembull të hiqet komplet të gjithë partia socialiste, të hiqen domethënë nga sistemi dhe njëkohësisht të ngrihet populli në një revolucion shumë të madh dhe të bashkohen të gjithë trevat shqiptare, si thua. Qartë. Duket sikur ka një mungesë funksionimi i ligjesh siç duhet, le të themi në rastin e Keir Starmer në Angli pati një skandal, ka pas skandale të panumërta, domethënë po pati një skandal me ca dosje që dolën për 3 javësh mos gaboj. Ishte një skandal që shteti anglez kishte ditur çfarë po bëjnë emigrantët, sidomos emigrantët e paligjshëm, kishin një organizatë që merreshin me krime seksuale, me rrëmbime njerëzish, me trafik dhe qeveria dështoi, qeveria e radhë ai u detyroi të japi dorëheqjen për shkak të këtij skandali, sepse është diçka konkrete, në për cilën populli del në protestë dhe i thotë po dalim për këtë. Kemi arsye konkrete për të kërkuar dorëheqjen tënde. Në shtetin ton duket sikur ka 10 arsye konkrete që mund t'i listojmë tani, arsye konkrete, raste skandalesh, raste vjedhjesh ose abuzim me pushtetin. Duket sikur është një situatë tjetër këtu. Ne s'mund të krahasohemi me Anglinë, por ne jemi një popull revolucionar dhe njëkohësisht po ecim përpara, sepse në këtë ishull njëkohësisht Anglia është superfuqi e madhe botërore, ka shumë koloni, por njëkohësisht ne nuk mund të krahasohemi me Anglinë sepse Anglia ka si thua detyrimet e veta. Ne nuk duhet ta ndërtojmë Shqipërinë me ishullin e Sazanit, ishullin e Epsteinit, sepse vetë kanë krijuar si thua qoftë amerikanë, qoftë ato, vetë kanë krijuar këto Epsteinet dhe këto korrupsionet e tyre, sepse po ndryshe është kur janë revolucionet në Angli dhe ndryshe është kur është revolucioni shqiptar, sepse kjo po merr një përmasa shumë të mëdha në mënyrë që t'i tregoj popullit shqiptar dhe botës që ne jemi gjithë të bashkuar dhe kundër korrupsionit, sepse nuk mund t'i thuash një shqiptari që i ti e kriminal në Angli. Ai në vendin e vet po të ndërtonte, po të vinte këtu, ai ndërtonte fushat dhe kodrat që janë në veri dhe jo njëkohësisht që të vinë këtu për shembull njerëz të tjerë sindikalez, indian, izraelit, gjitha këto nuk po them, më kupton? Dhe ata janë njerëz, por më shumë ne kemi një superfuqi të madhe koloniale, si thuash, me popull shumë të madh martir edhe shumë të fortë, gati 18 milion, jemi pothuajse në gjithë botën dhe ne kërkojmë që çdo pellëm tokë të Shqipërisë ta ndërtojmë, ndërsa korrupsioni këtu, për shembull, nuk mund të përfaqësohet me korrupsionin e Anglisë, por ky piktori i madh don që të ndërtojë këtë ishullin e Sazanit, tamam si ishulli i Epsteinit, i korrupsionit. Qartë, shoh që pas ke një mendim me mua për këtë. Shoh pak, shumë pak, le të themi VIP-a ose gazetarë që po e trajtojnë kështu çështjen e ishullit të Sazanit, domethënë po fshihet pas kësaj iluzionit të turizmit dhe të investimit që do sjelli shumë të ardhurat për shtetin shqiptar. Mendon se është një projekt tjetër Epstein? Kjo është ajo që mendoj unë personalisht. Në asnjë mënyrë, unë them si gazetare investigative, në asnjë mënyrë, në asnjë tokë shqiptare milimetër nuk duhet i jepet sepse ato janë shitur kush e di një 100 herë, jo ke si thuash Epsteini, jo ke amerikanët, jo ke izraelitët, jo ke Ivanka Trump, por asnjë tokë shqiptare nuk duhet i jepet as kërkujt, sepse ajo është e lyer me gjak dhe njëkohësisht këta ishuj që i marrin, nuk i marrin kot, sepse në qoftë se ti e merr ishullin e Sazanit, atëherë ai e bën një superfuqi. Ne jemi koloni e Amerikës tani dhe në qoftë se bëhemi ne koloni e Amerikës, ai e ndërton atë një bazë të madhe ushtarake dhe nuk të pyet fare ty, edhe ndërton edhe atom, edhe shkon i kthehet e Europës nga mbrapa. Ju e keni shumë të drejtë. Këtë kam edhe unë si gazetare investigative. Diçka që harrohet më përmend është gjithashtu fakti që ka 3600 tunelet nëntokshme dhe nëse totalisht mund të përdoret për rrethimin e Turqisë, për le të themi për të ndihmuar Izraelin në projektin Greater Israel, është diçka e qartë, por që nuk paratrajtohet, domethënë thjesht po fokusohemi, shumica e mediave po fokusohet në investim, jeni pro apo kundër, doni zhvillimin e Shqipërisë apo nuk e doni. Personi që po ndërton është përmend 119 herë te dosit Epstein vet, emri i tij.
Shqipëri. Dhe po e harrojmë shumë shpejt këtë gjë. Po e harrojmë që përmendet vetë Shqipëria, domethënë shteti i Shqipërisë dhe Kosova, në dosjet Epstein përmendet si burim trafiku fëmijësh. Dhe shkruhet gjithashtu ku çoheshin nga Shqipëria drejt Greqisë, gjë që të bën të pëndësh, të ngresh vetun lart. Ne jemi nëpërmjet piktorit, ne jemi bërë një eksperiment sorosian dhe njëkohësisht ky eksperiment dhe Mira Murati, të cilët duan ta vendosin kryeministre, po në të vërtetë më të mirë të vendoset kryeministër Alfred Sako se sa Mira Murati, sepse ajo i ka prodhuar pothuajse të gjithë dronet nëpër Shqipëri e të gjitha këto. Më mirë të vendoset një person që është të del nga populli. Vetëm një gjë mos ta harrojmë, sepse Turqia ne na ka mbrojtur presidentja e në një fazë aq të vështirë që kemi qenë koloniale, se imperializmi thoshte Enver Hoxha, por për të na mbrojtur vetëm Turqia na ka mbrojtur dhe tani piktori i madh nëpërmjet Izraelit i ka kthyer shpinën njëkohësisht Turqisë e i ka kthyer shpinës edhe Europës, po ky shpil i themi ne gjermanët shpil mit viele Karte, domethënë ai luan me shumë karta, njëkohësisht luan me Trumpin, luan me Europën, luan me Sorosianët, e luan me të gjithë. Nga një anë mirë ju a bën. Për këtë, am kupton, mirë ju a bën, sepse edhe Europa, po t'ishte aq që zonja, thoshte, okay, unë e vendos Shqipërinë menjëherë në BE. Më kupton? Dhe për këtë duhet bëhet dhe bashkimi i Shqipërisë, edhe s'kemi nevojë as për piktorin, as për izraelitët, edhe as për kërkën tjetër. Nuk e them se populli izraelit ne i kemi ndihmuar jashtëmase, që në kohën e luftës ne i kemi çuar kushtetisë sa si thuash izraelit i kemi shpëtuar, që Tito tha merrni këto izraelitët edhe tha digjini, tha si cigojnat e ato, ose çoj ku të duash, ndërsa Enver Hoxha shkoi direkt atje. Tani ai ka bërë një punë të madhe sepse nuk mund të mbësh koloninë e izraelite ta mbash këtu dhe çoje direkt atje. Izraeli e ka nga një anë e ka të drejtë, domethënë që merr territoret e veta, po jo kaq shumë që të përhapet sa të skllavërojë të gjithë shtetet e tjera. Am kupton se ai ka kapur Kretën, ai ka kapur Gazën, ai ka kapur Iranin, ai ka kapur shumë shtete. Ai kërkon një pavarësi aty, se në fakt nuk mund të jetojë as Kosova, as Serbia, nuk mund të jetonin bashkë. Ashtu edhe ai nuk jeton dot me Gazën, nuk jeton dot vetë me izraelitët e vet. Nga një anë e ka të drejtë aty që të marrë territoret, po jo territoret e Shqipërisë. Plus një kontroll total mbi lindjen e mesme. Flitet që do shkëputet financiarisht nga Amerika, për momentin marrin diku te le të themi $10 miliard në vit, që është minimalja, me për burime të ndryshme i merr thjesht nga Amerika për buxhet luftarak, dhe ka një plan për të shkëput nga Amerika, dhe unë e shoh thjesht do të marrë gjithë kontrollin e lindjes mesme, kontrollin e kanalit Hormuzit, dhe nuk do ketë më nevojë. Është një superfuqi që i lë mbrapa gjithçka tjetër që ka kjo botë. Presidentët e tjerë kanë qenë presidentë të mrekullueshëm dhe nuk e kanë kthyer Amerikën në një fuqi imperatoriale, sepse këta presidentë ishin shumë madhështor dhe njëkohësisht kanë ndihmuar të gjitha shtetet, ndërsa ky që erdhi në fuqi është biznesmen. Nuk mund të vendosësh biznesmen një si thuash politik që nuk është politikan, dhe këtë biznesmen nuk mund ta vendosësh në qeveri, sepse ky biznesmen mendon vetëm për familjen e vet, vendon arin e botës si ta vjedhi. Tani Europa me një potencial shumë të madh, ChatGPT, Europa është, si themi ne, budalle. Pse do të them, më fal që po flas këtë fjalë. Sepse Europa, kur e shef që i shkojnë mbas kurrizit të Mr. Trumpit, ai po e çon Amerikën drejt një gremine, ai po e çon Europën drejt një gremine, ai po e çon Shqipërinë drejt një gremine. Nuk po e shpëton. Am kupton dhe ta ketë qartë populli shqiptar që Europa duhet të shkëputet me njëherë, si thuash, nga kjo situatë, se ai luan si macja me miun, njëherë me Ukrainën i thot kështu, por a kontrollohen telefonatat që bën ai me Putinin, se ai thot, alo Putin, vi Gates ti mirje, okay, kurse të nesmen me njëherë bombardohet Ukraina, me njëherë bombardohet lindja e mesme. Domethënë është një diçka e pa kontrolluar dhe nga Kongresi Amerikan duhet çohen të gjithë demokratë, duhet çohen gjithë shqiptarët që janë në Amerikë, duhet çohen të tërë, domethënë që ta çlirojnë, se ne jo vetëm që po çlirojmë Shqipërinë, po ne po çlirojmë edhe Amerikën. Këta nuk e kuptojnë.
Është e vërtet që po bëhet shembull protesta jon. Do të thoja kam studiu për protestën që u bë në Itali për të njëjtën arsye dhe atyre i funksionoi. Po. I funksionoi me 1 ose 2 ditë protestat ndryshme dhe le të themi të gjitha komentet që na vinin ishin faleminderit shqiptarët, duket sikur morën shembull nga ne. Shpresoj ta marrin shumë vende të tjera. E të cilë një ndryshim. Shqiptarët në Amerikë duhet qohen që të gjithë, t'i drejtojnë kongresit dhe njëkohësisht të mos shiten tokat tona as një pëllëm sepse janë të lyera me gjak dhe t'i drejtohen njëkohësisht edhe Europës në mënyrë që Europa, duke qenë një potencial me ChatGPT kaq të madhe, duhet të shkëputet, si thuash, edhe nga NATO, duhet të shkëputet edhe nga këto, sepse ai i Kongresit Amerikan, domethënë jo i Kongresit direkt, por ky presidenti i ri, si thuash, i thotë që Europës më pagoni një qik këtë, më pagoni këtë, më pagoni atë, por tani po varfërohet edhe Europa, po varfërohet edhe Amerika. Amerika po shkon drejt një kapitullimi si në vitin 1000 The Gang of New York, është filmi më madhështor që e ka treguar që është Amerika, është e ndarë, mund të ndahet në 2 pjesë, pjesën e Trumpit dhe pjesën e demokratëve. Dhe kjo mund të ndodhi sepse ai po e çon edhe Amerikën drejt një revolucioni. Të tërë amerikanët po t'i pyesësh janë në një varfëri shumë të madhe tani. Pavarësisht se patriotizmi aty është shtuar në një merit shumë të madhe. Prandaj gjithë shqiptarëve, ju drejtohem gjithë shqiptarëve të Amerikës, që të çohen në këmbë që të lirojnë jo vetëm Shqipërinë, po të lirojnë edhe Amerikën në këtë rast. Dëgjova pak më parë që përmendet faktin që i kemi ndihmuar gjatë Holokaustit hebraikët, edhe është e vërtetë, domethënë është diçka që e pranon vetë Netanyahu. Dhe unë desha të pyesja si ka mundësi që nuk kemi marrë një shpërblim asnjëherë. Ka shtete që kanë marrë shpërblime për bashkëpunimin me tyre. Ne duket sikur po shkojmë gjithmonë më poshtë. Nuk ka as qoftë edhe një film që po bëhet për ne, le të themi nuk ka asnjë ndihmës siç mund të ndihmojnë, sepse ndihmojnë shtete si Argentina. Dhe themi popullin e thjesht kushdo që i përkrah. Ne duket sikur i përkrahim, por edhe po ngrihet inflacioni gjatë gjithë kohës dhe shqiptarët vetëm po bëjnë politika për të shtyr jashtë. Duket sikur po i lirojmë tokën me kuptim literal, po na shtyn jashtë përmes inflacionit, po na shtyn drejt shteteve si Gjermania që ne të lirojmë tokën me kalimin e kohës. Gjermania nuk e ka liruar tokën, Gjermania është bërë superfuqi e madhe dhe njëkohësisht është ngritur, si thua, në rolin e saj potencial, sepse ajo do të bëhet tani edhe me fuqi të madhe ushtarake dhe po e mori Europën ajo, kemi një fitore shumë të madhe. Po e mori në dorë dhe ajo Shqipërinë, kemi një Shqipëri shumë të fortë dhe të madhe. Sepse në këtë drejtim të thash dhe në fillim që Shqipëria është bërë si një përdorim eksperimental, po nuk është duken Sorosianët, Bill Gates, më kupton, dhe këto të gjithë që përhapin të gjithë këto chemtrails, këto smundje të ndryshme, gjitha ne edhe po nuk e rrëzuam këtë qeveri që nga kultuku i fundit i atij piktori të madh, atëherë ne nuk kemi gjë në të rizi sepse populli po përsëri do shtypet. Pra 3 gjëra do të ketë popullin në këtë drejtim. E para është që ta vazhdoj këtë revolucion dhe t'i heqi këto klasa të distancuara, klasa të korruptuara, sepse t'i heq nelën e ve prelën. Ky thot unë do heq thot ja po iki vet thot do vë ballukun ose Spiropalin. Po kush është? A janë pjellë Spiropali? A është pjellë e Partisë Socialiste? Atëre hiq nelën edhe ve prelën. Një gjë duhet vendosur këtu nga këta demonstrantët, të cilët të vazhdojnë luftën e tyre konsekuente dhe njëkohësisht të mos ndalen lidhur për këtë problem, sepse ne kemi jo vetëm spakun e korruptuar, ne kemi gjithë organet e korruptuara dhe pa një revolucion të madh ne nuk mund ta shpëtojmë këtë Shqipëri. Dhe e dyta është që duhet të bashkohemi dhe e treta duhet bërë një luftë e madhe qoftë nga gjithë bota lidhur për këtë drejtim sepse ne jemi një Shqipëri eksperimentale. E thash, domethënë A ka diçka që doja ta ndryshoje, shef një gabim që po bëhet ose diçka që mund të bëhet por nuk po bëhet me protestën, me revolucionin që po ndodh? Protesta ka një merit të madhe sepse nuk merr domethënë njerëz të partjagëve, por diçka, një kritik desha ta bëj sepse midis këtyre partive të ndryshme ka dhe njerëz organizatorë, të cilët janë të vjetër, të cilët kanë kontribuar shumë për rolin e tyre si Sazan Guri, si
ky i partisë Yenisheri ose të tjerët, domethënë, dhe ata duhet t'i lënë që t'i flasin, më kupton, në mënyrë që ta çojë revoltën e popullit akoma më të madhe që ta bëjnë, si thuaç, sepse kjo është një meritë e madhe, megjithëse ata janë të vjetër dhe duhet t'i alirojnë edhe rradhave gjithë pensionistëve edhe aty njëkohësisht. Por merita e këtyre është shumë një kontribut i madh dhe më pëlqen, si thuaç, teoria e tyre dhe ta çojnë popullin drejt një revolucioni të madh deri thash që kjo qeveri korrupt të hiqet një herë për gjithmonë. Qeveri sorosiane mund t'i thuash. E korruptuar dhe e kapur nga koka në këmbë. Një nga miraqet më të mëdha që kemi është nëse përsëritet ajo që na ka ndodhur më përpara, që duket sikur një dorë kontrollon, jo duket sikur, domethënë unë personalisht e di, po që nuk mund ta vërtetojmë, duhet të themi duket sikur, është një dorë që kontrollon gjithçka në background, si foto që keni mbrapa. Dhe në raste që ka revolucione të tilla, thjesht të ndryshojnë drejtimin e pushtetit, të heqin personin A, të vënë personin B. Jinit lumtur tani e tutje. Zakonisht tregon një 10 vjeçar suksesi dhe ecje, bëhet më mirë për 10 vite derisa fillon dhe bëhet më keq prap, dhe fillon cikli nga fillimi. Gjithë botën e drejtojnë në Rothschildët, Illuminati, njëkohësisht edhe 5 dorat e mëdhenj të ishullit të Kretës. Por problemi është që të gjithë këto duhet, sado që ta drejtosh botën, po plasi një revolucion dhe shumë revolucione i ka drejtuar dhe Gjermania, dhe jo Amerika, se shumica thon Amerika. Për shembull, plasi revolucioni atje në Spanjë që nuk e heqnin dot atë, si thua, liderin e tyre, atëherë u çua me revolucionarët e Gjermanisë, u çuan kudo, domethënë gjendet Gjermania. Por që ta shlirosh këtë popull nga këto kokat e mëdhaja nuk mund ta shlirosh sepse ato e kanë qendrën në Amerikë, e kanë qendrën, si thua, këtu e kanë qendrën në Angli. Dhe nuk mund të bësh asnjë, por revolucionin ata nuk mund ta ndalojnë. Revolucionin shqiptar është e pamundur sepse ata nuk mund ta ndalojnë këtë revolucion. Kjo fazë e madhe po merr përmasa shumë të mëdha dhe njëkohësisht nga këto përmasa të mëdha, atëherë po shkon, si thua, edhe në shumë shtete, më kupton? Dhe revolucioni jon është një moral shumë të madh, sepse ne kemi është bashkuar gjithë zemrat e popullit shqiptar në të gjithë trojet kudo që janë dhe këta po e mbrojnë Shqipërinë. Në kupton, edhe nga këto kokat e mëdha, se nuk mund të kokat e mëdha mund të bëjnë 1 ditë, 2 ditë ose 3 ditë të vendosin njerëzit. Por në të vërtetë, po plasi revolucioni dhe të jetë një revolucion konsekuencë siç është në Shqipëri, atëherë kjo do të ketë përmasa shumë të mëdha dhe po bën bashkimin e Shqipërisë me këtë revolucion, ne kemi një fitore shumë të madhe dhe t'i themi Europës, ne jemi bashk tani. Më kupton? Qartë. Shpresojmë të vazhdoj dhe mos ta ndalojnë më kurrë. Po. Diçka që më pëlqeu që e thatë është që Gjermaninë e kemi aleat natyral dhe është pa më përpara, edhe plus që Gjermania ka drejtuar revolucione më përpara, jo Amerika. Amerika ka qenë në anën e gabuar, po varet kush e shkruan historinë. Shembull është 1935-a, që Shqipëria është propozuesi toka e izraelitëve para se të propozojë Palestina. Mos gabofsha ka ndodhur para se të propozojë Palestina dhe personi quhej Leopold Delton në 1935 dhe arsyeja pse nuk u bëm në Palestina është Gjermania. Dhe është shtyp, Gjermania është shtyp për shumë kohë, ka pas shumë borxhe për të paguar, gjë që ka mbaru kohët e fundit dhe ka deklaruar që do ketë ushtrinë më të madhe të Europës. Mendon se presim një rikthim, edhe një herë ajo që ndodhi 1933-shin, një revolucion mbar botëror, le të themi. Jo, Shqipëria nuk mund të kthehet në Izrael të dytë, për arsye sepse Shqipëria është një popull martir, një popull shumë i fortë. Dhe e dyta, Gjermania është një superfuqi shumë e madhe dhe njëkohësisht gjithë ato borxhe që ka, po ajo po ndërton një potencial shumë të madh ushtarak dhe për këtë është një merit shumë e madhe, si thua, e këtij presidentit kancelarit Merz, i cili, si thua,
po të kishte vënë dorën njëkohësisht edhe këtu në Shqipëri edhe thoshte okay, unë do e marr përsipër tani sepse ne në atë kohë në 1935-ën vetëm presidenti i përparshëm amerikan na ka mbrojtur sepse këto duan ta shuanin Shqipërinë nga lista si thua komplet e Europës dhe qohet presidenti amerikan dhe i thot në asnjë mënyrë ky popull do të mbetet dhe është një popull martir. Lidhur për këtë domethënë që Gjermania po bëhet një superfuqi e madhe dhe duhet i drejtohemi Gjermanisë, se këto shkojnë drejtohen tani gjithë Amerikës, po Shqipëria është shitur ka Amerika, kush i di se sa herë. Tani ne duhet i drejtohemi Gjermanisë dhe Europës, më kupton, në mënyrë që të kemi një mbështetje konsekuente, në mënyrë që kjo të na ndihmojë, në mënyrë që kjo si thua ta heqë këtë pushtet dhe të vendosi një person të integruar nga Gjermania, i cili për shembull din dhe gjuhën gjermane dhe din është integruar atje dhe din të drejtojë edhe Shqipërinë, sepse ne po të krahasosh për shembull më bëri pyetje një gazetare dje dhe më tha si është si thua si janë këto aukaja ndihma këto sociale këto nuk krahasohemi thash me Gjermaninë sepse Gjermania i ka thash unë të tëra këto sistemet i ka shumë të paraqitura si thua në mënyrë të barabartë, ndërsa këtu kur shkon në spital ai thotë ka mjekësinë falës, por në të vërtetë ai vdes nëpër spitale. Para ne që ta ndërtojmë, ne nuk duhet i drejtohemi Amerikës se edhe në Amerikë po të shkosh atje po nuk punove, atje e vdes, ndërsa ne duhet i drejtohemi Gjermanisë dhe njëkohësisht Europës në mënyrë që me këtë ndihmë sociale, me këtë ndihmë që kanë si thua Gjermania, ta bëjmë dhe ne këtë Shqipëri të mrekullueshme. Pse Shqipëria është perle de natyre, pse të shkojnë emigrantët në rrugët e botës duke emigruar, ajo të gjithë nënat shqiptare thonë që edhe këto emigrantët unë dua të mbaroj në vendin tim, dua të puth tokën time, pse duhet të shkoj unë të emigroj të punoj si sklave në shtetet e tjera. Edhe kisha një dëshirë, një kështu që të organizohet edhe një forum i madh i gruas këtu, edhe njëkohësisht të çohen more nga gjumi këto që janë këto këngëtarët e forta, jo Parashevisi Maku, jo Mimoza Ahmeti që thot nuk do të vinë në demonstracion, por të çohen këto edhe të organizojmë një organizim të fortë edhe të gruas shqiptare në mënyrë që paktën se forca revolucionare e gruas i kanë ndërhyrë gjithandej në revolucione. Domethënë gruaja i ka shtliruar shumë vende. Kjo është vërtet, domethënë kjo është një nga gjërat më shokuese që na kanë ndodhur këtë ditë, që morëm suport le të themi nga 2-3 VIP gjithsej. Po. Shumë më suport morëm nga njerëzit normal, njerëzit që janë le të themi të panjohur. Po. Dhe tregon që fytyra e vërtetë e këtyre njerëzve nuk ishte ajo që dukej. Është një maskë ose 77 maska të ndryshme që ndryshohen me ndryshimin e situatave. Duket sikur janë të gjithë të shitur. Jo, Mr. Rama e ka korruptuar komplet Shqipërinë, edhe sistemin e Shqipërisë, është korruptuar familja, është korruptuar të gjithë, më kupton, por tani nuk mund të themi, nuk mund t'i vëmë të gjitha të metat atij personi, se unë vetë personalisht, unë jam imigrante, si thuash në shtësi atje, por komsinë e kam këtu. Unë dua t'i afrohem atë dheut, por në të vërtetë kush më ndihmon? Nuk më ndihmon as Rama, nuk më ndihmon as Spaku, nuk më ndihmon as rajonit institucionale, prandaj ky revolucion duhet të ngrej për shembull atë komunën e përgjithshme në mënyrë që ta ndihmojë dhe popullin e varfër, edhe ta heqë si thua nga kolltuku këtë njeri, sepse është korruptuar komplet familje. Më kupton? Po të shkosh në shtete të tjera si në Kosovë, atje të ndihmojnë Kosova, por se këtu përpara vllai me motrën rrifeshin e zieshin ose nxirrte nënën për jashta nga shtëpia ose motra me motrën, më kupton, nuk i jep shtëpi. Prandaj që të shkatrosh një vend duhet ta bësh në radhë të parë të vësh korrupsionin, të vësh prostitucionin, edhe të vësh si thuash edhe këtë sigurimin e madh të kamerave e këto gjithandej ta përgjosh popullin, por nuk ka nevojë ky popull se është i sqaruar, populli më inteligjent i botës, e thon të gjithë.
Populli shqiptar është populli më i vuajtur, por populli më inteligjent, edhe duhet për shembull që të hiqen të gjithë këto organizma të korruptuara. Në poste drejtuese. Po. Pse mendon se ka një, le të themi, një sulm personal ndaj popullit shqiptar? Është diçka që e veri në, le të themi, një statistikë që e vura re është që nga 100% e emigrantëve që shkojnë në shtetet evropiane, aty ku janë bë statistikat, domethënë del më pak se 3 ose 4% del shqiptar nga 100% totali, domethënë 3 ose 4% e tyre merren me aktivitete kriminale. Por në momentin që ka një arrestim shqiptari, le të themi në Gjermani ose në Angli, sidomos kjo ndodh në Angli, direkt del në përfaqet kryesore, shqiptari u kap me trafik droge. Por që një popullat tjetër, një grup tjetër emigrantësh që shkojnë në të njëjtat shtete, si për shembull Somalia, e kanë 35 deri në 40%. Domethënë nga çdo 2 veta që shkojnë, njëri nga ato bën krim. Le të themi çdo 5 veta, 2 nga këta bëjnë krime. Dhe është një duket si një selektim, domethënë që këto emigrantët që vinë nga Afrika, le të themi, nuk i nxjerrin në lajme, sepse duket sikur duan ta shtypin. Dhe të mos duket lajmi që këto merren me aktivitete kriminale. Ndërsa shqiptarët 95, le të themi, minimumi përqind e shqiptarëve që shkojnë bën një punë normale, kapin një punë, le të themi, normale, edhe thjesht duan të jetojnë një jetë normale, nuk para hapin biznes. Biznesin qofse hapin 10 vite më vonë, 20 vite më vonë, për momentin bëjnë një punë normale, por krijohet ky imazhi që merren me trafik droge, me aktivitete kriminale, megjithëse janë më pak se 4% e tyre. Pse është ky sulm, si mendon? Sorosianët dhe Epsteinët që të futej për shumë një minjeri në qeveri, duhet ta korruptonin, duhet t'i thonin që shkon në këtë ishull, se ndryshe do të vendosesh ti për shembull një person shumë i rëndësishëm. Tani, ky Shqipërinë, piktori i madh e ka kriminalizuar deri aty ku më nuk shkon. Deri aty. Dhe ky për shembull ka qenë, si thuash, një Escobari i dytë për shitjen e drogës. Edhe çfarë u thot? U thot shkoni në Angli, thot, sepse kështu. Por populli shqiptar në Angli dhe populli shqiptar në Amerikë duhet t'i thuj hundët atyre, sepse Anglia është një çik konservative. Pse është konservative? Sepse aty e drejtojnë, domethënë, Königschaar, e drejtojnë fuqitë e mëdha, më kupton, Anglin. Edhe ata e shikojnë tani me sytë e mafias Shqipërinë. Dhe unë ju drejtova një herë këtij piktori të madh, sa shko më meri, thashun, a kërkoni ushtar për në Ukrainë, a kërkoni ushtar në për shtete të tjera. Meri mëre 140 veta i kishte futur në burg të Anglisë, meri dhe çoi në luftë, përgatiti, stërviti këta, ose silli në Shqipëri, bëi stampista shumë të fortë, sepse edhe shqiptari nuk është se për shembull shet ai vetëm e shet drogën, por nuk është se e pin drogën vetë, si këta që një penat në Banov që janë në për shtetet e ndryshme të Gjermanisë ose shtetet e ndryshme të Frankfurtit. Ndërsa shqiptari nuk bëhet vetë kriminal, por shqiptarin e ka bërë piktori i madh, e ka bërë kriminal, se për të shitur gjithë të drogë, ai shkon për shembull, u thot të rinjve apo stafat, u thot shkonin filan vend. Bile janë mbushur dhe burgjet e Gjermanisë dhe për këtë lidhur dhe s'ndërhyn as qeveria, fëmijë të vegjël janë mbushur me burgje me shqiptar dhe këta shqiptar duhet që qeveria të ndërhyjë menjëherë që t'i sjelli këtu dhe t'i rehabilitojë, më kupton, qoftë në këto revolucionin Flamingo, qoftë t'i rehabilitojë për gjëra të ndryshme. Ndërsa një meritë e madhe është për popullin shqiptar në Angli dhe të çohen atje të bëjnë revolucione, sepse ata me të vërtetë që janë konservatorë shumë të rrezikshëm dhe nuk e duan popullin shqiptar, por t'ju tregojmë dhe atyre hundët njëkohësisht edhe në Amerikë, direkt në New York, që ne jemi një popull martir dhe shumë i fortë dhe njëkohësisht besën dhe karakterin dhe moralin e kemi për vete dhe njëkohësisht këtë të ta mbajmë deri në fund. Që
Vetëm me diçka të vogël nuk jam dakord, me këtë që nuk e duan popullin shqiptar. Ta garantoj që kjo nuk është e vërtetë te populli normal, i thjesht. Po do ta duan mbas revolucionit, do ta duan. Sigurisht, po marrin shembull, kanë duan edhe këto historitë e mëdha, domethënë historitë e mëdha, qoftë këto manipulatorët e mëdhenj të botës, duan ata s'kan se si e ndalojnë këtë revolucion dhe do ta duan popullin shqiptar, të tërë gazetat dhe mediat e huaja ndërkombëtare po flasin me një frym shumë të madhe, të fuqishme, që pse Shqipëria, një popull, nuk e dinim që një popull kaq revolucionar, më kupton, po del në për rrugët edhe pa demonstracione të mëdha kështu me milici ose në një gjë, atëherë po bashkohen dhe shumë turist këtu, si thua shumë gjerman thonë që duam të vim këtu. Po ku të flejnë ata? Duhet ta organizojnë Alfred Sako, ky organizatori i demonstracioneve, duhet ta organizojë që të vinë dhe grupe turist, si thua, nga Gjermania, nga shtete të ndryshme, në mënyrë që të kontribuojnë dhe për këtë revolucion. Unë desha të thoj që kjo urrejtja është e shtyrë. Është kjo që po thoja, domethënë është diçka që e kam vurë, e kam pa përsëri, le të themi siç e themi nga veriu. E kam pa përsëri që kur bëhet një krim sado i vogël nga një shqiptar del gjithmonë në lajme, bile del në lajme jashtë Anglisë. Dhe po shtyhet kjo urrejtje, duket sikur ka një plan nga lart që shqiptarët duhet të urrejnë, ndërsa kushdo që le të themi ka një kompani të vogël ose një biznes të vogël që ka punësuar një shqiptar, nuk ka mendim të keq për të. Jemi popull punëtor, nuk shkojmë vetëm për të shit droga, atje shumë pak ne shkojnë për të shit droga atje. Nuk ka opinion të keq për ne. Opinioni i keq po shtyhet nga lajmet. Urrejini shqiptarët, po jo Gjermani normal, le të themi. Kjo është paktën ajo që më thonë mua, se kam familjarë. Shqiptarët përpara i kanë urryer shumë, edhe nuk kanë dash bashkimin e shqiptarëve asnjëherë. Por vetëm një gjë duhet të dish, sepse në kohën e konferencës së Londrës, aq konservatorë ishin ato sa karriket i kishin bërë me bisht, edhe quhet Isa Buletini dhe i thot, po çfarë më po ju kujtoni se më çarma tuat, jo mërë se kam edhe nxjerr pistolën e tjetër, domethënë që u tregon këtyre që ne jemi një popull shumë i fortë dhe krenar. Tani, Shqipërinë e kanë pasurryer gjithmonë, por qarqet sioniste dhe qarqet oportuniste që janë për shembull si Soros e këto s'po i përmend tani me radhë, sepse ato i vënë gjithë këto pushtetarët e mëdhenj, si thua, në përgjithë shtetet, por nuk kanë të drejtë se tani po e merr rrugën revolucioni dhe ata nuk e duan që Shqipëria të bashkohet, por ne duhet të bëhemi shumë të fortë tani që këtë revolucion të vinë nga Maqedonia, se tani Kurti duhet i sjelli kosovarët, maqedonasat, ulqinakët, duhet i sjelli të gjithë këtu në mënyrë që të vazhdojë ky revolucion akoma më tepër të bëhet me një potencial të madh, sepse Shqipërinë se ka dashur askush që të bëhet edhe po të shkosh në shtete të ndryshme, me shqiptar je ti, po, edhe më njëherë të shikojnë kështu, por nuk e din se çfarë është shpirti dhe zemre të madhe dhe të pastër që kemi ne shqiptarët. Qartë. Me këtë jam shumë dakord. Për të bërë një pyetje të fundit dhe për të dalë për një moment jashtë Shqipërisë, shifen protesta masive, e kam pas bërë një emision vetëm për këtë çështje, shifen protesta masive në, le të themi, gjitha shtetet evropiane, po pothuajse të gjitha, ka disa shtete që nuk kanë dalë në protestë akoma, shifen për çështje të ndryshme. Ne jemi për, le të themi, kundër investimit në thonjza, që është ishulli Epstein që po bëhet loading me kalimin e kohës. Po thelbi i protestës është që jemi kundër qeverisë. Qeveria është e korruptuar, ka korrupsion brenda në qeveri dhe është e qartë. Kjo është arsye pse dolën anglezët në protestë, kjo është arsye pse dolën gjermanët, dolën në Irland dhe morën situatën në dorë të vet. Në Itali pati sukses, në Francë, Franca është e njohur për protesta. Pritet diçka e madhe. Është duke ndodhur në për të gjithë, le të themi, shtetet e Bashkimit Evropian, po edhe në Europën juglindore, le të themi, është duke u përhap një valë e madhe e protestave që nuk janë qeveritare, nuk janë me protestat e opozitës, janë kundër, si ne, le të themi, janë kundër gjithë parlamentit, gjithë grupit parlamentar, jeni gjithë korruptuar. Pret një revolucion, diçka të re për ta mbyllur me këtë, diçka, një shpresë
botërore ose le të themi europiane. Ne nuk duhet ta krahasojmë revolucionin ton me revolucionet e shteteve të ndryshme. Pse? Se revolucioni jon ka marrë një përmasë shumë të madhe tragjike, si thuash. Dhe kjo është një meritë e popullit shqiptar dhe i drejtohem popullit shqiptar, kam dëshirë dhe unë si gazetare internacionale njëkohësisht që t'i afrohem dhe të më ndihmojnë, si thuash, për një studio televizive këtu dhe njëkohësisht të çohen të gjithë në të gjithë shtetet dhe si thuash, por drejtimi që thatë ju, revolucioni jon ka një drejtim krejt tjetër, sepse nuk mblidhet edhe në kohën e Enver Hoxhës ne i mbledhur ke bulevardi, a më kupton, të gjithë shqiptarët edhe kemi bërë parakalimin madhështor aty. Prandaj është edhe si një, si thuash, një parakalim madhështor, por është edhe si një revolucion që bashkohen të gjithë shqiptarët. Dhe kjo është një meritë e madhe e popullit shqiptar, se nuk e kanë shtete të ndryshme. Po të shkosh në për shembull shtete të ndryshme, atje nuk del dot natën, as në Gjermani, as në Kanada, as në Bruxelles. Në Bruxelles bile vetëm ato makinat dhe me thënë që ne jemi këtu, ndërsa Shqipëria po bën për shembull jo vetëm revolucionin Flamingo, po revolucionin e bashkimit të gjithë shqiptarëve, revolucionin e për një qeveri akoma më të mirë edhe më të ashtu të ndritshme, si thuash, dhe njëkohësisht është çuar populli i marr. Ne duhet marrim këtë personin e Malezisë, ky djalë i ri që ishte një optimist shumë i madh, edhe bile duhet ta thrasim këtu edhe t'i këndoj piktorit gati shtonat, sepse ai e kishte një zë të fuqishëm, aq të madhështor. Unë kam folur dhe në dy gjëra, domethënë aty, po vetëm gjermanisht nuk kam folur, dhe për këtë duhet t'i ndajmë, se revolucionet në shtete të ndryshme bëhen për shembull revolucione bëhet sot edhe nesër dhe e shtypin, ndërsa revolucioni këtu në Shqipëri po vazhdon 47 ditë dhe është një parakalim madhështor për t'i treguar popullit që ne jemi të bashkuar tani, por edhe nuk ndalemi nga kjo protestë e fuqishme madhështore që do të çoj bile po i bëj dhe një himn, si thuash, popullit shqiptar kudo që janë, qoftë në Amerikë, qoftë në Kanada, qoftë në shtete të ndryshme të Europës, në Gjermani, në Spanjë ose në shumë shtete të ndryshme të botës, të çohen të gjithë në këtë revolucion dhe gjithë diaspora të vi këtu derisa karrikja e fundit e Partisë Socialiste të mos ekzistojë. Ky është mesazhi që do në t'i jepni nga shpirti. Po. Dhe ky revolucion domethënë të vazhdojë akoma derisa të bëj bashkimin e Shqipërisë, edhe një organizatë të gruas revolucionare aty në miting, dhe njëkohësisht t'i lënin çike edhe ato pensionistët që kanë qenë, si thuash, përpara në për partitë e ndryshme, t'i lënë të flasin, sepse kanë dhe ato dëshirën e tyre të pashmangshme për të folur, si thuash, në çështjet problematike si për ta shpëtuar Shqipërinë. Dhe kjo është një meritë shumë e madhe, sepse jo vetëm rinia, por dhe ata të moshuarit, baballarët dhe nënat tona, të cilët, si thuash, janë në një vujtje shumë të madhe, sepse kur ta marrësh si revolucion, duhet të bësh për shembull që t'i shërosh nënat. Këtu, duhet bësh sistemin e Gjermanisë, domethënë që spitalet falas, që ta marrësh te qeveri, ai duhet jetë shumë i fortë, më kupton që do dali, se dikush i bësh te pyetje, një nga Amerika, edhe i bën te pyetje që, ore, kush është organizatori i kësaj, i thashun në intervistë, organizatorin ja vën plumbit ballin, thashun që ditën e nesme, por nuk kemi nevojë për organizator, po paktën kjo turmë e madhe që po e drejton Shqipërinë, si thuash, duhet të vënë një organizator të fuqishëm, por dhe të integruar, sepse e mori pushtetin, në kupton, edhe ti njëkohësisht duhet ta marrësh pushtetin që të heqësh, si thuash, sistemin e vjetër të kalbur, duhet mjekësinë ta rregullosh, duhet infrastrukturën, sepse të gjitha janë të shkatruara, ai merr lek nga Europa, e këtej shkatrohen tunelet, duhet të bësh domethënë arsimin, si thuash, në të gjitha fazat e ndryshme të rikonstruktimit të një Shqipërie të re.
Qartë. E i bëj popullit faleminderit edhe për ju në studio. E falenderoj edhe njëkohësisht Alfred Sakon sepse është një gazetar ose një okult informativ shumë interesant që unë më pëlqen si thuaç dhe mënyra e të folurit edhe më pëlqen dhe ajo që thotë ore burra mos shkoni ke Amerika por drejtoni Gjermanisë. Të aleati natyral. Po. E falenderoj shumë dhe Alfred Sakon në këtë intervju dhe njëkohësisht respekt edhe të vazhdoj akoma kauzën e tij të fuqishme për mbrojtjen e çështjes popullit shqiptar. Mirë ishte ta bënim dhe atë kryeministër. Mirë dhe ishte. Gjysmat, le të themi gjysmat minimumi të gjërave që di i kam ose më ka futur ai në mendje. Po. Gjysmat i kanë dalë ose më shumë më tepër se gjysmat e fjalëve, pjesa tjetër që nuk i ka dalë akoma. Ka vlera të mëdha. Po mirë ishte që të më ftonte edhe mua në atë studio të MCN dhe njëkohësisht sepse atje zihet me atë kosovarin, ai i thot kështu, e tjetri i thot ashtu edhe nuk e lën këtë as të flasi atje në studio. Mirë të ishte. Nimoza të falenderoj për kohën, për pjesëmarrjen, gëzohem shumë që u njoftëm dhe për njohuri, domethënë se perspektivën tuaj që ndat me ne, shpresoj të na vini prapë. Po, ju falenderit edhe respektoj shumë këtë Alfred Sakon që më dha mundësinë njëkohësisht edhe i drejtohem popullit shqiptar kudo që jeni të bëheni të fortë revolucionar në mënyrë që mos vazhdojeni këtë revolucion kaq të fuqishëm dhe njëkohësisht bëni bashkimin e Shqipërisë edhe njëkohësisht bëhuni të fortë sepse ne do ta fitojmë Shqipërinë. Fjala jote në vesh të Zotit. Bashkë shifemi herën tjetër në Okult Podcast.